Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalu salatu wa tamu taslim ala sayidina wa nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit, Allahun azza wa jall e falenderojmë, për Allahun ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamit i dërgojmë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbar pasuesit e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar vëllezër dhe motra, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe bekimet e Allahut xhelle xhelalu qofshin mbi ju. Sot inshallah ashtu siç e kemi lançuar dhe lajmëruar, do të fillojmë me ligjëratat në xhamin ton, ku do ndalemi sot me një ngjarje madhore, një ngjarje historike që ka lënë shenja të mëdha në historinë islame dhe në atë botërore, që është hijrëtia apo emigrimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me shokët e tij nga Mekka e bekuar në Medinën e ndritur. Dhe Allahu xhelle xhelalu i ka përmendur në librin e tij fisnik në Kur'anin famlart besimtarët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam bashkë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në surën Bekare, Allahu xhelle xhelalu thot, ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e Allahut, ata meritojnë të shpresojnë në mëshirën e tij. Allahu fal shumë dhe është mëshirues. Në kohën ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nisi të emigroj, ai domethënë i këshilloi sahabët e tij që të emigrojnë para tij dhe ai vetë ngeli me Ebu Bekrin, shokun e tij të ngushtë, Ebu Bekrin Sidikun, radiallahu anhu, të cilët kanë emigruar të fundit. Dhe Allahu azza wa jalla e sjell këtë ngjarje në librin e tij fisnik, ku thot në surën Tauba ati 40, në mos e ndihmofshi atë ju pejgamberin, dijeni se ata e kanë ndihmuar Allahu azza wa jall. Kur ata që nuk besuan e nxorën ata vetë të dytin pra, bashkë me shokun e tij. Kur ata që ishin në shpellë, kujto kur ai tha shokut vet, mos u pikëllo, Allahu është me ne. Dhe Allahu zbriti qetësi në shpirtin e tij dhe e fuqizoi ata, e ndihmoi me ushtri që ju nuk e pat. Bëhet fjalë për me lajket. E fjalën e tyre që nuk besuan, Allahu e bëri më të ultën. Kurse fjala më e lartë pra është fjala e Allahut xhelle xhelalu, që është më i fuqishmi e më i urti. Hijreti, emigrimi i muslimanëve në Mekën, Medinë, llogaritet, siç tham, nga ngjarjet më të mëdha dhe më me rëndësi në Islam. Dhe jo më kot ne domethënë po ndalemi sot te kjo ngjarje madhështore, sepse jemi pikërisht në muajin që ka ndodhur hijreti, pra në muajin Muharrem, pra dhe muaji i parë sipas kalendarit islam, kalendarit hënor, dhe filloi numërimi i ditëve dhe i viteve dhe i muajve, pra dita kur muslimanët emigruan nga Mekka në Medinë. Dhe siç tham, ky ka për qëllim shpërnguljen e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe muslimanëve të parë prej Mekës në Medinë, me qëllim kultivimin dhe zhvillimin e Islamit. Ngjarja e hijretit, emigrimit, merret siç thash si fillimi i llogaritjes së kalendarit islamik, dhe kjo është për llogaritja hënore, pra muajt e vitit janë hënor, e Allahu xhelle xhelalu i ka përmendur në librin e tij fisnik në Kur'an në surën Tobe, ku thotë inna iddatu shuhuri inda Allahi 12 yawman khalaqa Allahu samawati wal ard. Pra numrat e muajve tek Zoti janë 12 sipas Henës, që ditën kur Allahu krijoi qiellin dhe tokën. Çdo vepër me vlerë të madhe arrihet vetëm atëherë kur njeriu sakrifikon diçka të shtrenjtë nga jeta e tij. Gjithashtu edhe hijreti nga vendi yt në një vend tjetër vetëm për të arritur qëllimet fisnike, njerëzore dhe fetare, llogaritet diçka me vlerë jashtëzakonisht tek Allahu. Llogaritet diçka shumë e vlefshme. Prandaj hijretin
e gjejmë të nderuar vëllezër dhe motra edhe tek të parët tanë. Te Ademi a.s. I cili ka emigruar për hir të Allahut. Të gjithë njerëzit që kanë vendosur të ruajnë besimin e tyre apo shpëtimin e popujve kanë bërë emigrim. Kurani famulart flet për personalitetet e mëdha historike dhe në veçanti për profetët. Profetët e Allahu xhele xhelalu, të cilët kanë bërë hijret emigrim si Nuhi, Ibrahimi, Jusufi, Musa dhe Isa alayhim selam. Zoti paqja e Allahut qoftë mbi ta dhe Zoti qoftë i kënaqur me ata të gjithë, të cilët për ta lartësuar fjalën hynore, fen hynore dhe për të formuar popull siç i kërkon Islami të jenë, përjetuan pra hijretin dhe shpërnguljen. Ata çka përjetuan shumë pejgamber e përjetoi dhe profeti jon i fundit sallallahu alaihi wasallam, që është vula e pejgamberisë. Prandaj ne do të themi diçka nga hijreti më i rëndësishëm dhe i cili i dha drejtimin e dur botës islame dhe asaj botërore. Pra hijreti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, i cili ndodhi në fillim të shekullit të 7 dhe parafërsisht në vitin 622. Ngjarjet madhore në jetën e popujve, kombeve, grupeve dhe individëve zën vend të posaçëm tek njerëzit dhe nga të cilat ngjarjet duhet patjetër të nxirren mësime dhe provoja. Hijreti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam hapi rrugët e fitoreve të Islamit, të ngadhënimit islam. Koha ku ndryshoi gjithçka që ishte negative në ato momente, pra siç ishte pabesimi, politeizmi, paganizmi, ignoranca, krimi, padrejtësia, moraliteti e tjerë, dhe në vend tyre pra erdhën kush erdhën gjërat pozitive si besimi i pastër, tauhidi, drejtësia, barazia, dituria, filloi pra të përhapet misioni fisnik i Muhamedit alayhi salatu wassalam në mparimin La ilaha illallah, pra nuk ka të adhuruar me merit, që meriton të adhurohet përveç Allahut, dhe ajetet e para që i zbriti Allahu xhele xhelalu pejgamberit të tij sallallahu alajhi wasallam ishin Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mëso, lexo, studio, orientohu, thellohu në emrin e Zotit tënd i cili krijoi çdo gjë. Dhe tani do të flasim një përshkrim të shkurtër rreth kësaj ngjarje madhështore. Profeti jon i dashur sallallahu alajhi wasallam qëndroi në Mekë dhe ftoi popullin e tij në monoteizëm, në tauhid, pra besimin në të vetmin Zot, Allahun xhel xhelalu, për 13 vjet të plota. Pra për 13 vjet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e thiri popullin e tij te adhurimi i Allahut një i vetëm dhe largimi nga putat, nga idhujt, nga tagutët që adhuronin njerëzit posa Allahut. Duke u munduar me tërë fuqinë e tij që t'i udhëzojë njerëzit, por se ati u përgjigjen vetëm një numër i vogël njerëzish, dhe ai përjetoi vuajtje, mundime, maltrenime më çnjerëzore gjatë këtij misioni fisnik sa ishte në Mekë. Po asnjëherë nuk e humbi shpresën, asnjëherë nuk e humbi shpresat se një ditë këta njerëz që sot po e keq trajtojnë, që nuk po e mbështesin, do të jenë në të ardhmen shokët e tij më besnik dhe të Islamit. Pas kundërshtimit dhe mospërfilljes së tij në Mekë, ai një ditë mori vendim të udhthoi për në Taif, një qytet në kodrinat e Arabisë Saudite larg Mekës. Dhe atje i ftoi dhe njerëzit shtëpi më shtëpi që të pranojnë Islamin. Por edhe këtu mori përgjigjen e njëjtë si në Mekë, po ndoshta edhe më ashpër dhe më keq. Banorët e Taifit u sollën keq me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Ja lëshuan të dërguarit Zotit fëmijët, njerëzit e marr, vagabondët dhe robrit e tyre, të cilët u radhitën rreshta dhe filluan ta gjuajnë me gur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, më të mirin e krijesave, ta përbuzin, ta tallin atë.
Tu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjakoset i tëri nga maltrenimet e tyre. Dhe i dërguari i Zotit u pikëllua shumë atë ditë me këtë ngjarje, sa që u lut Allahut xhele xhelalu me një lutje që do të ngelet në histori, kur është lutja është e gjatë, po i dërguari i Zotit i lut Allahut, o Allah, nëse misioni jon mbyllet sot këtu, atëherë kush do ta përçoj më lart misionin fisnik, dhe Allahu xhele xhelalu i zbriti engjël Xhibril me engjëllin e kodrave dhe i tha, urdhro Muhammed, nëse dëshiron, Allahu i bashkon të dyja kodrat bashk dhe e shfaros të gjitha të popull që të maltrenoj ty, po pejgamberi jon i dashur sallallahu alaihi wasallam që ishte më i mëshirshëm i gjitha krijesave, tha, o Zot, fali se ndoshta nesër në të ardhmen ata bëhen ose për atyre udhëzohen njerëz që të adhurojnë ty, dhe doli pra dëshira e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai vend më mbas u bë gjithë musliman, dhe sot ai vend është i gjithë musliman, ku është edhe prej mikateve, vendeve që nisen umrexhin apo ata që bëjnë umre personale për të bërë niyetin, që veshin ihramin dhe nisen pra rreth Qabes. Pas kësaj, i dërguari i Zotit u largua me shpejtësi nga ky vend, që psoi shumë maltrenime dhe u detyrua të kërkojë ndihmë dhe strehim të një kopësht rrushi që ndodhej jashtë qytetit, ku pronarët e kopshtit ishin aty dhe e ndihmuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Zemrat e tyre u prekën thellë nga ajo që pante ky njeri, dhe përmes shërbëtorit të tyre, i cili quhej Adas, por se ishte i krishter, i dërguan pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një vesh rrush që të ushqehet dhe të freskohet. Dhe kur e mori pejgamberi i Zotit atë veshin e rrushit dhe para se t'i fus dy kokra në gojën e tij, tha Bismillah, me emrin e Allahut, nga e cila shprehje u habit ky robi i krishter pra Adasi, dhe i tha, këto fjalë nuk janë fjalë të këtyre banorëve të kësaj ane. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pyeti, nga eti o Adas? Ai u përgjigj, nga Niuia, një vend ande në rrethina. Dhe pejgamberi i Zotit i tha, ti qenë ke prej vendit të njeriu të mirë, Yunus ibn Meta. Nga e din ti Yunus ibn Meta? E pyeti Adasi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai është vllau im dhe i dërguari i Allahut, ashtu siç jam unë pejgamber. Pra i bëj fjalë për Yunusin alayhis salam. Në këtë moment Adasi u përkul përpara këmbëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke qarë dhe duke i puthur duar e këmbë, dhe që në ai moment pra pranoi Islamin. Dhe ky ishte njeriu i vetëm që u përgjigj thirrjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Taif. Dhe kthehet pejgamberi i Zotit nga ky udhtim ku përjetoi gjithçka, dhe në Mekë informoi shokët e tij të pakët, ata që i kishin besuar, për rastin që i ndodhi dhe mos t'i tregonin i dhujtarëve Mekas, mos ta kuptojnë ata çka kishte ndodhur, çfarë i kishte ndodhur pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse kjo do të ishte një hov i madh për ta, që ata ta sulmonin edhe ata siç e sulmuan njerëzit e Taifit. Pas këtij udhëtimi ndodhen disa ngjarje në jetën e tij, por për të cilat do t'i flasim domethënë në gjërat e ardhshme. Pas kësaj pejgamberët, Kurejshët, mushrikët filluan të bëjnë përgatitje të tyre që ta heqin qafe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe muslimanët, sepse ishin barë për ta, ishin pengesë për ta, dhe donin t'i mysnin që të shpëtojnë njëre mirë prej tyre, dhe u dhanë shumë ide, shumë propozime, sa që u mblodhën në një vend, dhe njeri tha, do ta vrasun, tjetri tha, do ta vrasun, pra u mblodhën fiset e kurejshve. Edhe shejtani thuhet, ka marrë trajtën e një burri të moçëm, mjekër bardh, që ka hyrë aty në ato moment dhe u ka dhënë një mendim, kur u ka thënë, nëse do ta vrasë filani, atëre fisi Muhamedit është i madh, do t'i kundërvjet fisit atij, kështu që do të hapet një luftë
në mesin e arabëve. Kurse unë propozoj që të dali nga i djalosh i ri, nga çdo fis dhe ta godasin për një herësh Muhamedin. Dhe kështu që fisi Muhamedin nuk do të bëjë dot luftë me gjitha fiset. Dhe ishe shejtani, pra si shtam që o dha atë mendim. Dhe mushrikët e pëlqyen këtë mendim dhe e bën, domethënë, planin, e thurën planin që ta vrasin të dërguarin e Zotit. Dhe këtë ngjarje e përmend Zoti në librin e tij Fisnik, në surën Enfal, kur thot: "Përkujto, o i dërguar, kur ata që nuk besuan thurnin kurthe kundër teje, që të mbysin ose të dëbojnë, ata bënin plane kurthe, e Allahu i azgjesonte kurthet e tyre, sepse Allahu është më i miri që i azgjeson kurthet." Dhe pastaj Allahu xhele xhelalu e inspiroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që të shpërngulej, të bënte hijret po atë natë. Dhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam i mori masat e nevojshme që të mos u dështoj. Në këtë ngjarje e zgjodhi një djalë të ri që t'ja u tregoi rrugën, nga duhet shkuar pra rrugën më të sigurt. Ky djalë ishte nga besimtarët, por ai e njifte në pëllam shkretirën të dorës, pra kishte shumë njohuri. Tu shihet diçka se pejgamberi i Zotit nuk shikoi ke besimi i tij, por shikoi ke aftësia e tij. Dhe erdhi momenti i zbatimit të intrigave nga idhujtarët. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atë natë e urdhëroi Aliun radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me të, djalin e xhait tij, që të flejë ke shtrati i vet. Pra i tha: "Ti do të flesh ke shtrati im." Dërsa ai në mesnat doli nga shtëpia pa u diktuar nga djelmoshat e Mekës, pra ata përfaqësuesit e fiseve që ishin mbledhur dhe kishin rrethuar shtëpinë e tij që do ta godisnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pra në momentin e duhur. Por ajo që ata e kishin kënaqësi të madhe nuk ju erdhi asnjëherë, sepse pejgamberi i Zotit e mori një grushdhe dhe këndoi ajetin e Kur'anit që Allah e përmend në Kur'an: "Waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun." Pra ajetin që përmendet në Kur'an, ne ja u kemi mbyllur të pamurit e tyre, thot Allahu. Ja u kemi mbuluar shikimin e tyre dhe e këndoi këtë ajet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe u hodhi dhe te kokat e tyre dhe kështu që ata nuk pan asgjë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam doli nga rrethimi i tyre dhe u nis pra bashkë me shokun e tij të ngushtë, Ebu Bekr Sidikun radiallahu anhu, gjërsa po largohej, ai e ktheu kokën mbrapa nga Meka dhe tha pra thënien hadithin që gjendet në transmetimin e Imam Ahmedit: "Pasha Allahun, ti je një ndër vendet më të mira dhe më të dashura tek Allahu." Pra e kishte fjalën për Mekën e bekuar. Po mos të më largonin, unë nuk do të kisha ikur kurrë. Pra dhe unis pejgamberi i Zotit, të gjithë e dini pra historinë, padyshim se edhe gjatë shpërnguljes ai hasi vështirësi të mëdha dhe siç e tham ajetin në fillimin e ligjëratës, që ai u vendos në shpellën Theur, sepse të nesme në mëngjes kur djelmoshat e fisëve kurejshit kishin rrethuar shtëpinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe kur pan që derën e hapi Aliu, u tërbuan nga mlefi, nga inati dhe lajmëruan njerëzit e vet që t'i vjen pejgamberi Zotit nga mbrapa për ta azgjesuar. Dhe ata kur e ndoqën, ky robi, ky shërbëtori apo ky personi që pejgamberi Zotit e kishte zgjedhur ja u fshinte gjurmët, pra ata esnin e derisa e vendosi ke shpella Theur dhe thuhet që erdhën mushrikët deri ke hyrja e shpellës. Por se Allahu xhele xhelalu bëri që ata mos ta kuptojnë që pejgamberi i Zotit bashkë me shokun e tij ishte e brenda dhe këtë ajet e përmend Allahu ku thot: "E në mos e ndihmofshi ju atë pejgamberin,
ata e kanë ndihmuar Allahu, kur ata që nuk besuan e nxorën ata nga vendi vetë të dyti, pra me Ebu Bekrin, kur ata që ishin të dy në shpellë, kur shoku vet i tha shokut vet, mos u pikëllo, Allahu është me ne, e Allahu zbriti qetësi në shpirtin e tij, e furnizoi me një ushtri që nuk e pat, dhe fjalën e atyre që nuk besuan, Zoti e bëri më të ultën, kurse fjala e Allahut është më e larta dhe Allahu është më i fuqishëm. Pra surja Tobe, sepse si tha me Abu Bekri, u pikëllua, u friksua, tani do ta vrasin. Porse pejgamberi i Zotit tha, la tahzanin Allahu ma'ana. Mos u pikëllo, Allahu është me ne. Dhe ata erdhën deri aty, subhanallahu, dhe nuk morën guximin të hynin brenda, por thanë, tu s'ka njeri dhe ikën u larguan, subhanallahu. Pra ishte mirësia e Zotit, fuqia e Allahut xhele xhelalu. Dhe kështu që mori rrugën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për në Medine, ku siç tham, shokët e tij kishin ikur më përpara me Omer ibn Khattabin, radiallahu anhu, me njerëzit e tjerë, dhe ata dolën duke e pritur në Medine me vargjet që përmenden edhe sot, tala al bedru alejna min thaniyatil wada wajaba shukru alejna me daadi lahida, pra ngrit hëna përmbi ne. Dhe shifni kush ka dalë, mi se vjen o dritë e zemrës, mi se vjen o shpresa jonë, ti e gëzove Medinën, a gëzove në mbar, pra i thurën pra vargje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dhe siç tham, pas aty u vendos pejgamberi i Zotit, dhe i xhereti mori një vlerë të madhe tek Zoti, dhe për këtë siç tham, folën ajetet e Kur'anit, dhe erdhi pas vështirësisë lehtësimi, pra pas tëra asaj thirrje në shtetësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe muslimanët e kuptuan se tash do të filluar të ndërtojë shteti islam, nga e cila qendër do të dalin muslimanë të vërtet, të cilët më vonë do të habisnin gjithë botën me sukseset e tyre, duke përcjell fjalën hyjnore, predikimet islame të vërtetën, lirim, paqen, duke porositur për dituri, shoqëri të fortë, familje të shëndosh. Islami do të hape gjithkund, do të themeloj shtetin e tij. Pas formimit të individëve do të formohet xhamia, themelet e shtetit pasaj do të shpërndahej drita e islamit gjithandej, dhe banorët e Medines u quajtën ensar, pra ndihmëtar, kurse banorët e Mekës u quajtën muhaxhir, nga që emigruan. Dhe ensarët i pritën krahapur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe muhaxhirët, dhe pejgamberi i Zotit arriti t'i vllazëroj mes vete ensar dhe muhaxhirët, sepse pa vllazëri të vërtet s'ka sukses më tej. Sepse lindi, siç tham, një sistem aq i përkryer nga aspekti i drejtësisë, vllazërisë, mëshirës, sistem që nuk ishte parë ndonjëherë më parë. Sistemi shoqëror i mbështetur në parime madhështore, por i cili gjendet vetëse tek ligji i Zotit fuqiplot. Dhe këtu tregoi pejgamberi Allahut se xhamia nuk është thjesht një vend falje dhe çlodhjeve nga lodhjet e përditshme, por është një vend edukimi, vatër edukimi, sepse aty edukoi njerëz të cilët u dhanë mësime të tiranëve, i thyen dhe i shkatruan kriminalët, duke sjellë në vend drejtësinë dhe të vërtetën. Ai tregoi se xhamia, siç thamë, është vend dhe simbol i kulturës, dijes, civilizimit, është shkollë dhe universitet. Pra këtë ju mësoi pejgamberi i Zotit njerëzve. Por çfarë mësimesh nxjerrim ne nga hijreti? Çfarë mesazhesh marrim ne nga hijreti? Shpërngulja. Mesazhet janë të shumta, por do të përmendim një nga ato që është më së nevojshëm për umetin në këtë kohë. Pra mesazhi i shpresës. Në periudhën mekase numri i muslimanëve ishte shumë i vogël, dhe të cilët ishin të shtypur nga idhujtarët. Po edhe pse kjo gjendje e vështirë e praktikimit të islamit dhe terrorit që ushtrohej ndaj tyre, ata prapse nuk e kishin humbur shpresën dhe besimin në ngallënjimin e islamit. Pra kjo është një porosi edhe për ne sot, që pa marrë parasysh situatat, sido që të gjendemi, mos dëshpërohemi dhe t'i humbim shpresat, sepse besimtari
kurse si nuk guxon të shpresat, besimin vetvete edhe të ndihma e Zotit fuqiplot. Kemi parasysh numrin e vogël besimtarve, por që ata arritën suksese të mëdha në fillimin e Islamit, sepse motoja e tyre ishte që të ngrihej lart fjala e Allahut, pra la ilaha illallah, për këtë fjalë që u krijuan qiejt dhe tokat. Ndërsa sot, kur numri atë muslimanëve arrin mbi 1 miliard e gjysmë, Allahu e din më së miri, ne kemi mbetur shumë mbrapa të tjerë fatkeqësisht, sepse jemi larguar nga Islami i vërtet. E kemi përzier fen me lloj-lloj doktrinash që i bëjnë dëm muslimanit. Dhe kemi harruar që kjo fe është pasimi i fjalës Allahut, Kur'anit dhe jetës dhe traditës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njerëz që në atë kohë nuk kishin as mjetet e mjaftueshme, as pajimet e mjaftueshme, por se kishin besimin e mbulitur fort në zemrat e tyre. Allahu xhelle xhelalu ju dha sukses, sepse u dhan pas dijes, ja mësuan njerëzve dijen, ja mësuan njerëzve fenë e vërtet dhe Allahu ja u dha suksesin. Kurse ne sot veprojmë të kundërtën e asaj që ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Pa e mësuar njerëzit dijen e fenë, pa e njohur njerëzit Allahun, ne duam që të bëhemi të partë e tyre apo të marrim në dorë drejtimin apo pushtetin, por se kjo nuk është tradita e pejgamberit tonë të dashur sallallahu alaihi wasallam. Tradita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është ajo çka ai na ka këshilluar, është ajo çka ai na ka transmetuar, sepse tek historia e tij dhe tek shembulli i tij ne kemi moralin dhe shembullin më të qartë për të ndjekur. Prandaj njerëzit duhet të merren me dije, sepse dija është dhe urdhri i parë që Zoti xhelle xhelalu ka zbritur tek vargjet kuranore, siç e përmendëm, që tham lexo, mëso, studio me emrin e Zotit i cili krijoi çdo gjë. Dhe siç tham, ngjarja e Xheretit ka lënë gjurmë të pashlyeshme, jo vetëm në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe shokëve të tij, por edhe në formën dhe organizimin, zhvillimin, kultivimin e sistemit dhe të sistemit të obligimeve individuale dhe ato grupore në shoqërinë njerëzore, dhe jo vetëm për ata që bën hijretin, por e për gjitha gjeneratat që do të vinë më mbas deri në fundin e kësaj jete. Këto vlerat e hijretit sigurisht se Omeri radiallahu anhu, halifi i dytë, i kishte kuptuar më së miri, prandaj i motivuar nga këto vlera, ai vendosi krahas shumë ngjarjeve të tjera të jetë kjo datë e rëndësishme historike në Islam, pra që është viti i ri Islam, që thjesht ne mund ta marrim si fillimi i vitit të ri, por jo se të veçohemi, të festojmë apo të banim organizime duke siç bëjnë domethënë njerëzit tanë kur ndryshojnë vitet, që festojnë, harxojnë, bëjnë shpenzime. Thjesht ne e marrim si fillimi i vitit të ri dhe na vjen në mendje ngjarja e madhe që ndodhi atëherë, dhe siç thamë, Omeri radiallahu anhu vendosi që kalendari islamik të filloj pra nga momenti që muslimanët, siç thamë, emigruan nga Meka në Medine. Dhe kaq ishte shkurtimisht, domethënë, hijreti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thjesht që ta kuptojmë si ngjarje madhore që ndodhi atëherë dhe la domethënë shenja të mëdha në historinë islame, se pra aty filloi pra shteti i ri që gjykoi me drejtësi, sistemi i ri që s'ishte parë ndonjëherë në botën njerëzore, dhe shpresojmë tek Zoti fuqiplot që të rikthehet përsëri ai sistem, të rikthehet përsëri khalifati i drejtë, që të eci njerëzit në gjykimin e Kur'anit dhe Sunetit. E lusë Allahun fuqiplot që këto ngjarje t'i bëjmë mësim për ne, për brezat tanë, për të afërmit tanë, dhe t'jenë shtys dhe motivim për ne në jetën tonë të kësaj bote. E lusim Allahun na mëshiroj të na drejtoj, na udhëzoj në rrugën e drejtë, në rrugën që Zoti i plotfuqishëm është i kënaqur. E lusim Allahun të ndihmoj muslimanët, sidomos nevojtarët, ata të pamundurit, sidomos në Palestinë. E lusim Allahun të mëshiroj të gjallët tanë, të vdekurit tanë,
wa sallallahu ala sayidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi at-tahar wa at-tabi'in al-akhyar ya wahid ya qahar faghfir lana ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jonë e fundit është të gjitha falënderimet janë vetëm për Allahun, Zotin e botrave. Allah ju shpërblet gjithëve për vëmendjen. Allah ju nderoftë dhe do shihemi në ligjëratë e ardhshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.